evrej që ke i pëlqen, mund të kesh edhe një pëlqim të madh në rregull, evrej e pranoj, a më që ke ndjenja, veç kam thonë mos ma thuj, se pastaj unë bëna e lodhshme, them s'besoj, ti tu kam. Nuk bëhem unë nervoz për një anën që s'më intereson fare. E për një anën që unë kam i pëlqim thjesht, unë nuk më intereson fare, se kam qenë unë lidhje, edhe s'kam dash me ja ditë se qa bënë nga shkon. Se s'kam pas ndjesi për x person. S'kam dash me ditë, a më ka marrë telefon, a më ka shkrujt, a me kë ka dalë, apo qa ka vesh. Nuk më intereson. Por jo për jo, du ta kuptosh, dallimin. Leja tim, për persona tjerë nuk më intereson. Qa të pish? Asë gjë nuk do. Do vi me gas? Jo, zdo, faleminderit. Do Bavaria kështu, me shije? Jo, faleminderit, jo, gjë. Si që ti thu të luzen, mos ma përmen fjallën djenjë. E në do them, të luzen, boll ma përmene s'ke ndjenja. Në qoftë se ti nuk e përmen kam ndjenja, unë s'do të them s'ke ndjenja, okej? Se unë e vrej atë gjë, edhe në sy kur e shoh një person, unë e vreja ka ndjenja për mua s'ka. Po më me nerva tjetë, do të me pa kur është nerva. E shoh kur një person ka ndjenja për mua se s'kam lindje, o Mateo. Jo, ti herë thu që, ti thu që unë s'kam pas lidhje. Edhe se dalloj këte ose se di këte se djetë, tash i thu që e dalloj unë. Ndjenjat nuk krijon vetë, o Mateo, kështu nga hiqi, a kupton? Ndjenja është një gjë reciproke që lindin ndjenjat, apo kupton? Ti ke i pëlqim për mu, thash, ke i pëlqim, nashta ke edhe i pëlqim të madh, e besoj, në rregull, por që ke ndjenja për mu të kam thonë, mos ma thuj ma se mban mu një ciklet, dhe ti ma thu. Më për kemë bërë shumë e lodhshme me këtë mohabet. Bësh ekstrem e lodhshme kur e përmen 100 herë. E di se lodhshme bësh. Qa përgjigje do të theu, se së marrësh? Qa përgjigje më të theu, ty kur më hap ti këta si mohabet, se këta s'u kuptojnë.